Paraja vjen e shkon, por mënyra se e trajton tregon nëse je gati për bollek apo për mungesë. Ajo nuk i do ata që e ndjekin me lakmi, por u buzëqesh atyre që e respektojnë me mençuri dhe e përdorin për të ndërtuar gjëra të vlefshme. Fitoje me ndershmëri, ruaje me zgjuarsi dhe shpërndaje me zemër të hapur. Vetëm kështu bëhesh vërtet i pasur.